Edukimi i hershëm kërkon dashuri, përgjegjësi dhe vizion. Arlinda Shahini është një profesioniste e përkushtuar në fushën e edukimit të fëmijëve, e diplomuar për mësim klasor dhe e formuar me përvojë të gjatë si edukatore. Për disa vite, ajo ka punuar me përkushtim në kopshtin Olga Miçeska, duke u dalluar për profesionalizëm dhe lidhjen e veçantë që ndërtonte me fëmijët. Në vitin 2025, ajo emërohet drejtoresh e po këtij kopshti, ku ka dhënë kontribut të dukshëm në përmirësimin e kushteve dhe krijimin e standardeve bashkëkohore europiane. E dashur nga fëmijët, e respektuar nga kolegët, Arlinda Shahini përfaqëson një model të gruas lidere në edukimin e hershëm. Për përkushtimin, profesionalizmin dhe ndikimin pozitiv në komunitet, Shoqata Votra e nderon me çmimin e përkushtimit në edukim.